dalë apo të zotare një luftë të tretë. Në anën astrologjike, një luftë e tretë po duket, por është ajo çfarë përjetojmë në këto momente. Ajo çfarë do t'i dalim më tepër për Zot është mendja jonë. Në këto momente kemi vërtet shumë zhurmë. Të gjithë bërtasin, kemi disa veprime të cilat vërtet janë pa kuptim. Disa drejtues të cilët sillen si gangster pak a shumë, por kjo është ajo çfarë është lufta e tretë botërore. Na ndikon në psikologjinë tonë, na bën që të krejmë një frikë, të krejmë panik dhe të reagojmë në mënyrë që të mbetemi brenda kësaj matrice. Ne jemi shumë të fuqishëm se kjo. Kur them ne, po them për ne, si njerëzim, të gjithë ne. Mendja jonë është mjeti më i fuqishëm që është krijuar ndonjëherë. Si rrjedhoj, në qoftë se ne jemi të aftë që ta mbajmë atë në kontroll, atëherë nuk ka asnjë gjë që mund na dalë përpara. Përsëris, nëse ka një luftë në këto momente, është për mendjen tonë. Prandaj dhe dilni më kajt mendjes tuaj. Ky është mesazhi që unë doja të jepja.